Sa i përket ngrohjes për dimër, shkolla 9-vjeçare Tring Smajli në Gru të Re në njësinë administrative Rrethina e ka zgjidhur me dru zjarri. Rozina Sterkaj, drejtoresha e kësaj shkolle, thotë se drut janë siguruar deri në pranverë derisa të ngrohet moti. Ngrohja është zgjidhur me dru. Çdo klasë është e pajisur me sobë, me shporet, edhe kanë fillu klasat këtej nga krahu më i ftohtë pak, që të ndezën që tani. Bashkia është përgjigj, kemi një magazin të madh mbas shkollës ku i kemi sistemu drut edhe bie normalisht çdo gjë. Një tjetër problem që ka kjo shkollë është mungesa e terrenit sportiv, një projekt që ka nisur, por nuk ka ecur me ritmet e pritshme për të përfunduar sa më shpejt. Problemi kryesor sot për sot, kërkesa ne kemi shumë, sepse gjithmonë jemi me ide të reja, me risi për shkollën, normalisht kërkesat vinë gjithmonë duke rritur, por kërkesa sot që është kryesorja është vijimi i punimeve për ndërtimin e këndit sportiv. U duk si kur filloj, por nuk e di diçka ka një ngërç, problem pronësia nuk e di. Shpresoj që bashkia ta zgjidh këtë sa më shpejt, sepse gjithë nxënësit edhe gjithë gruda po e pret me shumë dëshirë këtë pjesë. E kanë pritur me shumë entuziazëm. Kjo shkollë ka mbi 300 nxënës së bashku me kopshtin. Kërkesa për ndërtimin sa më parë të terrenit sportiv arsyetohet me faktin se fëmijët e kësaj zone nuk kanë asnjë mundësi tjetër për kalimin e kohës së lirë, përveç lojrave sportive. Kjo është edhe kërkesa e komunitetit të zonës, i cili ka marrëdhënie të mira me shkollën.